është një ndjenje mirë sepse gjërat po fillojnë të vendosen e binarët e vetë dhe figurat më të rëndësishme të luftës për lirinë e Kosovës, jo vetëm të luftës, por që i paraprin në çdo aspekt luftës, po përkujtohen dhe po marrin atë vendin e merituar para institucioneve të Republikës Kosovës, para së gjithash, nga vetë qytetarët, po natyrisht edhe nga mërgjimtarët, ku ishim edhe ne pjesë, edhe unë edhe vetë Saliu si pjesë e mërgjimtarëve të Republikës Kosovës. Ju keni qenë në disa aktivitete kështu ushtarake, luftarake me Salihun, por me sa mora vesh, kur në fundit ka qenë ai në rast Kosharës në një takim me ushtarakët që kanë qenë atje. Po, kam pas fatin që t'jem që nga fillimi luftës hapur, themi ashtu, apo fillimi organizimit mirë institucionale të formacioneve ushtarake nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Kosovës dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcat Armatosura, të cilat udhëhiqeshin atku nga kolonel Krasniqi. Dhe unë para se të mobilizohem, unë jam mobilizu praktikisht nga vetë Saliqeku. Ai më ka ftu, më ka njoftu se së shpejti do të jemi të gatshëm që të përgjigjemi sepse ka orë që kishte ndodhur për Kozi, cili kishte godit jashtëzakonisht shumë edhe vetë komandant Saliun, sepse ai kishte relacione dhe kishte mik ngusht edhe të idealit Adem Jashari, familjen Jashari, pjesën e madhe të cilëve edhe i kanë njohur, sidomos burrat. Edhe tash veç se ishte mos e qartë se lufta po fillon dhe asaj duhet t'i përgjigjemi dhe të mobilizohem. Se cilin njërën e vetë ka pa mundësinë se si do të përgjigjet, po unë kam pas një besim të jashtëzakonshëm edhe besim shumë madh në figurën e Saliqekut, sepse unë vi nga ai rajon, nga është edhe vetë Saliu, dhe e kam njohur që fëmijë sepse ai ishte në cilësinë e gjykatësit. Ma herët ku ka qenë i gjykuar apo edhe baba im, edhe vllavi im, edhe dojtë e mi, edhe vendimet e tij kanë qenë aq meritore, aq drejta, sa që ata kanë folur me simpati e respekt jashtëzakonshëm për figurën e tij si gjykatës i kohës, si jurist. Pastaj kjo më ka metë edhe në kujtesë figura e Saliut, edhe pse s'kam pas shumë kontakte fizike drejt për drejt në atë kohë se isha gjimnazist. Pastaj unë kam shkuar në shkollim ushtarak dhe kam përfundu realisht shkollimin ushtarak dhe e dim se çfarë ndodhi në atë kohë me gjithë ne kuadrin ushtarak. U detyruam shumica prej nesh ta braktisim ushtrinë edhe të kërkojmë se ku mund të orientohem. Edhe adresa e vetme e kohës ishte Lidhja Demokratike e Kosovës në krye me presidentin Rugova dhe aktivistët e saj. E në mesin e ty në rajonin tonë kryesor dhe më i njohur ishte Saliqeku. Ka qenë vështirë ju si ish ushtarak i angazhuar në një armatë përgatitur që tani të shkoni në një ushtri thuaja puerile? Jo as pak, përkundrazi kujtoj që ka qenë momenti më i lumtur. Telefonatën që kom marrë unë diku në prill të vitit 98 nga Stuttgarti, nga vetë heroi Saliqekaj, për mua ka qenë një gëzim i padiskutueshëm, një gëzim i pa përshkruar, se më në fund gjitha dije, gjitha të profesion që i kishim, erdhi koha ta vim në shërbim të popullit dhe të lirisë popullit shumë vujt të popullit tonë, shqiptarëve të Kosovës. Nuk kishte edhe në prill, me 23 prill, kishin rënë prit djemë të fshatit tim, djemë të rit, pa përvojt, pa përgatitur ushtarakisht, po edhe 9 djemë të rit, ato që një fshat i vogël, fshat i slop, 9 djemë të Hereqit, fshat i tjetër dhe 2 dojakës që 20 djemë të ri rënë kufi në prit, edhe fajsoja po thuj që edhe veten, se po të kisha qenë me ta spaku gjërat bazike, do të kisha tentu t'ju shpjegoj edhe mënyrën se si do të lëvizim. Arritëm në mobilizimin e Saliut, një natë kemi bërë në Tiranë, në atë kohë, ku ishte i vendosur shtabi i përgjithshëm i forcat armatosura dhe kemi marrë takimin paraprak me kolonel Krasniqin. Edhe ai ka shpalos vizionin e tij, që për mua ka qenë diçka vërtet shumë mirë. Ushtarakisht i justifikueshëm, po dhe vizioni se si duhet të organizohemi, si do ta bëjmë luftën, i ka pas referencat të jashtëzakonshme profesionale, adhëtare edhe shumë praktike, domethënë ato në kushtet dhe rrethana të cilat gjendeshim që është e mundshme, që të bëhet e mundshme pothuajse edhe pa mundura. Edhe nga e vizion i tina që gjithë ne kemi pranuar se ishte vërtet i studiuar mirë, që kishte punu me vite edhe ende pa u emru aty ku ishte emru. Edhe si ushtarak të nesërmen kemi utu, por natyrisht Saliun e kishim.
si mburoj, ku kanë qenë potencioj edhe komandanti Berisha, kemi qenë 4 oficer me shkollim ushtrak të rrethit Deçanit, në krye me Tahir Zemen, edhe natyrisht Sali Qeku ish me ne me bashkëpunëtor që i kishte të grupe guerile 2-3 me Stina, edhe kem zbarku në verit e Shqipërisë. Pastaj ka ndodhur ato mobilizimi, organizimi, ku rolin këtë që kishte Saliu në mobilizimin e njerëzve të Kosovës që veç se kishin fillu ta braktisnin Kosovën dhe zhvendosin Shqipëri. Edhe rinin, djemë të zot për luftë edhe nishin, shumica ona e Deçanit, ishte ona e Vokshit edhe Ronit Vokshit që kishin mri atje në Shqipëri, mobilizon të trit për ushtri. Dhe kështu, themelu njësit, u dha betimi, edhe kemi hyrë në Kosovë bashkë me Saliu. Saliu ka qenë pararoj bashkë me mua dhe disa bashkë luftarë që i kemë përzgjedhur më të shkatit, edhe i kemë përgatit për detyra specifike nëse hasim prita, se deri atëherë shumë na shkuan në përprita. Edhe fati i deshti, përgatitja, disiplina ushtarake edhe si, edhe kemë kalu kufirin pa ndonjë incident, edhe pse kishte nga forcat serbe lëshun disa raketa ndriçuese, ndriçonin terrenin, po fati i deshti që nuk kemi pas përplasje edhe pse ishim gatshëm që ta pranojmë çfarë do situate të përballemi me te. Natyrisht, unë kom pas fatin se sot ishin këtu prezent edhe familja e Rustem Bruçit, një miku të ngushtë dhe bashkëpunëtori edhe nga profesioni, po edhe nga aktiviteti i përgatitjes së Kosovës për deri demokraci, pavarësi dhe demokraci, si që edhe u tha, edhe në betejën e Logjës ishim bashkë, edhe me Saliun, edhe me Rustemin, ku bie Rustemi, ku ishte goditja, pas Adem Jasharit, kujtoj goditja më e fortë që i ndodhi dhe Saliut, po megjithatë ai kurajon dhe vendosmërin nuk u kund asnjëherë dhe besimin fitore. Kështu që isha edhe në atë pjesën që betejë e Logjës rroll herë edhe potencohet edhe diskutohet për to, po është një ndër betejat e parë, atë organizuar mirë ushtarakisht, të udhëhequra nga oficerët profesional krye me Tahir Zemen, edhe disa oficerë të tjerë, cilë vërtet si Nazif Ramabaja, pa tjetër, Esat Adem, Aj Faruk Xhemali, cili mbetet edhe i plagosur aty, edhe shumë tjerë mos ju hin hako që kanë qenë oficerë me përgatitje ushtarake, që secili ka pas formacionin e vet dhe detyrat e ndara në atë përballje me forcat serbe. Rezultati i asaj betejë i ka jap 2 mesazhe. Për kohën, mesazhi i parë ishte se tani shqiptarët po organizohen, po krijojnë një ushtri të disciplinuar me hierarki ushtarake, edhe do t'i dalin zot Kosovës, dhe mesazhi i tjetër, i dytë që ishte kujtoj njëti i rëndësishëm sikur se i pari, dha një mesazh tek strukturat e kohës, cilat kishin filluar të organizohen për luftën, se ne duhet krijojmë formacione ushtarake, zinxhir komandues dhe marrim kompetenca dhe detyra për zhvillimin e luftës, gjë që më vonë se këto ishin brigadat e para themeluara të ushtrisë shqiptare të Kosovës nga Ministria e Mbrojtjes së kohës, të parat, nuk kishte deri atë organizimet atij niveli taktik dhe operacional në Kosovë, kudo dhe më vonë shohim vetëm zonë Dugaxhinit janë 8 brigada e disa të tjera, ky domethënë që dha sukses mesazhi cilën e përçoi betejë e Logjës. Pastaj organizimi, reorganizimi dhe rigrupimi për betejën e Kosharit. Beteja e Kosharës konsiderohet si një ndërmarrje ushtarake në më të fuqishme që kanë bën ndonjëherë shqiptarët, që i ka paraprit do të thotë një përgatitje detaje me gjitha elementet e përgatitjes dhe i ka në aspektin profesional ushtarak, si dhe vetë zhvillimi i operacionit dhe roli i figurave kyçe, figurave madhore drejtuese të atij operacioni, që nga planifikimi edhe vetë ekzekutimi i saj dhe motoja, cilën ato e kishin, që para luftëtarëve tyre motoja primare ishte ejeni pas meje, asnjë komandë s'ka qenë shko apo vepro dikun, po ejani pas meje, që ishte edhe kjo flet vetë se komandantët kryesor bin betejën e Kosharës duke udhëhequr betejën, duke sa i përket vetë figurës Sali Qeku. Unë e kujtoj si betejë e Kosharës finalja e aktivitetit dhe angazhimit të tij. Po thuaj se një dekadë, edhe më herët, po aktiviteti, dinamika aktiviteti është një dekadë. Edhe ishte finalja se ai pa arrin, domethënë, të jetë mballë një ushtrie, mirë të organizuar, mirë të pajisur edhe cila po e korr suksesin fush betejë, përballë një ushtrie
që e dim se çfarë ajo ka qenë dhe kapaciteteve profesionale dhe speciale cilat i ka angazhuar dhe i ka përdorur njësitë më elite që i ka pas atëherë, të njëjtat ekzistojnë edhe sot në Serbi. Kështu që unë e kujtoj edhe momenti më i lumtur i jetës time është se unë shoh forcat serbe të uniformuar të armatuar duke ikë për shoh shpinën. Ka qenë një diçka shumë e madhe. Vetë figura e Saliut, vetë autoriteti i tij, unë kujtoj se është padosh se gjithë ata që kanë kontribuar në çfarëdo formë lirisë së Kosovës. Jo vetëm me pushku, në gjitha format e tjera, kanë sakrifikuar, kanë dhënë edhe gjak shumë, edhe martiret, edhe familje të mëdha të cilat kanë mësuar vërtet, kanë mësuar shumë nga kjo luftë. Po edhe luftarët mëdhaj që kanë dhënë jetë. Po kujtoj se figura Saliqeu është unikate. Po është unikate në kuptimin edhe nga aspekti ushtarak, që ajo pjesë është e imja ku ta vlerësoj, vendosmëria, qartësia e vizionit, edhe modestia e paraqitjes dhe mungesa e euforisë. Do thotë nuk ishte njëri euforik, nuk ishte njëri që nuk shifte pas bregut, nuk ishte njëri i cili nuk i vlerësonte rreziqet dhe gjitha, por synimi i tij ishte çlirimi i Kosovës dhe ai duhet arrihet. Edhe në atë drejtim ishte shumë i vendosur, edhe kujtoj se është figurë unike e luftës Kosovës, edhe pa dash me qenë shumë subjektiv në këtë aspekt, kujtoj se është në majat e vlerave të luftës për liri të Kosovës. Marë parasysh nivelin e tij intelektual, marë parasysh nivelin edhe përgatitjen e tij edhe politike, edhe diplomatike, rolin e tij që ka luajtur deri vetë të lufta e hapur. Marë parasysh guximin e tij që të krijoj grupacione dhe të filloj stërvitjen kur shumë kush se ka mendu fare atë pjesë të organizimit, jo që e ka mendu, po e ka mendu, e ka realizuar dhe ka dhënë sukses. Është një luftar i lashtë, thotë se pa gjithë jetën e kalon nëpër betejë. Dhe në fund, para se të viste, thotë i lutet Zotit, ka qenë besimtar i madh. Thotë më fal o Zot nëse se mendova gjatë jetës time atë që duhet ta mendoja. Më fal o Zot nëse nuk e bëra atë që desha ta bëj. Duhet ta bëj. E më fal o Zot, thotë nëse nuk i dhash gjithçka çka pata t'i japi ti Zoti. Saliu është ai i cili atë që mendoi e tha, atë që tha e bëri. Thotë është njëri vepra. Për Saliu ishte modest, nuk fliste shumë, po për Saliu flasin vepra. Fliste me vepra, fliste me veprime. Njëjtë sikur me Rustemin, bashkëluftarin e tij, që kam pas fatin ta kem shumë afër në momentin e rënies, kam pas fatin atë edhe fatkesin time, që t'jem afër edhe në momentet e fundit të luftimeve kur edhe qellohet Saliqeku për vdekje. Dhe ajo ka qenë për mua